për të bërë ndryshime kushtetuese, sepse kjo është kryesorja çfarë do të bëjmë ne. Dhe i themi jemi falendërues kësaj proteste, pikërisht për këtë gjë që ka bërë, që ka hequr qytetarëve frikën për të protestuar. E para, e dyta, që ka sjellë ndërgjegjësim tek qytetarët për të dalë në protestë, dhe një gjë tjetër kryesore dhe fantastike është që ka ndryshuar narrativën politike në Shqipëri. Në që të referohemi përpara protestës, ishte vetëm Rama Berisha. Rama Berisha. Më keni mua, thoshte Rama, sepse po i ka unë, vjen ai. Ka ndryshuar kjo narrativ politike. Sot edhe kryeministri nga halli merret vetëm me protestën. Prandaj, që kjo protestë të ketë sukses të vërtet, pa çka bllokimit të institucioneve, pa çka tubimit që zhvillohet, pavarësisht mikrofonit të kryeministria, pavarësisht kuvendeve të cilat organizohen në favor të kësaj proteste. Objektivi kryesor është kjo. Ne duhet të bëjmë presion te parlamentarët pikërisht për këtë gjë. T'i vendosim përpara sedrës, përpara përgjegjësisë, dhe të themi hiqni imunitetin. Qofse keni guxim, hiqni dorë nga imuniteti. Po kjo është diçka e cila kërkon ndryshime kushtetuese. Edhe parlamenti ka në dorë për ta bërë këtë gjë. Kështu që objektivi protestës, edhe po nuk u formua në subjekte politike, duhet të vazhdojë të këmbguli në këtë gjë. Duhet të ndalim për ditë. Ndoshta unë si rej do sugjeroja diçka që edhe të bëhet pak pushim. Se po bëhet mbi 50 ditë non-stop. Jo. Edhe të bëjmë pushim, të formulojmë kërkesa të qarta dhe të bëjmë presion parlamentit. Ky është objektivi. Vetëm kështu fiton kjo stërvitje. Kjo është mënyra se si qytetarët mund të organizohen e të arrijnë diçka konkrete. Edhe t'ia bëjnë të qartë parlamentit, që nëse ju nuk e miratoni këtë gjë, ne bëhemi 5 herë më shumë në bulevard. Edhe do ju rrëzojmë pastaj me mosbindje civile. Pra, qytetarët e kanë armën në dorë. Qytetarët thjesht do të mësojnë se si ta përdorin këtë gjë. Kjo është mënyra e vetme se si një protestë të dali funksionale. Ose do bëhet në mënyrë demokratike, ose nëse flasim revolucion, do bëhet me dhunë. Unë për vete nuk jam për dhunën. Nuk e fitojmë me dhunë. Kemi shansin ideal për të krijuar një fenomen demokratik, një revolucion demokratik. Nuk duhet ta çojmë dëm. Qartëri, nëse i gjithë kjo pakënaqësi do të vazhdojë, mendoni se mund të detyrojë presioni politik që më pas të ketë edhe ndryshime të mëdha? Duhet të përpiqemi për të arritur ndryshime reale. Momentalisht qeveria dhe opozita janë, domethënë parlamenti shqiptar është në negociata për atë që cilësohet si reforma territoriale. Por me së duket, ndryshimet e bëra për reformën territoriale janë diçka që i shkojnë përballë partive të mëdha politike. Pra, vazhdohet me sistemin e vjetër, proporcionali, rajonal, spanjoll. Pra, një sistem i cili e ka vërtetuar që në Shqipëri favorizon 2 partitë e mëdha. Pra, nëse do flasim për ndryshime konkrete, atëherë duhet të kalojmë me ndryshime konkrete përsa i përket kodit zgjedhor. Pra, duhet të referuar të Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra, ky sistem duhet vazhdojmë më, apo duhet kthehemi në një sistem tjetër, se Shqipëria dreqet ja haj 2.400.000 janë, me census. Mund të jenë dhe më pak. Jemi sa Parisi, jemi më i vogël se Parisi, e gjithë Shqipëria. Nuk ka kuptim ky lloj sistemi. Le të kaloj një zonë e përgjithshme dhe të bëhet në formën e majoritarit. Nëse doni mund të tregoj një ide. Po, patjetër. Është një ide sepse
është punuar me vite të tëra që nga 1943 që shqiptari duhet funksionojë me parti. Vetëm partia dhe është shumë e vështirë të shpjegosh një individi sot që forca e vërtet është forca e deputetit. Ne duhet të mundohemi ta heqim çështjen e partisë. Pra, një deputet është thjesht përfaqësues i zonës nga e cila del, përfaqësues i njësisë, përfaqësues i lagjes. Kjo do të jetë detyra e deputetit. Pra, një njeri i cili zgjidhet nga qytetarët për të nxjerrë hallet e mia si qytetari i njësisë 10 në parlament. I bie shkurt muhabetit. Kaq do të bëj deputeti. Është përfaqësuesi im në parlament. Nuk do të bëj asgjë më tepër. Pra, propozimi është diçka e ngjashme me sistemin amerikan, ku senator përgjigjet për vendin e vet, për distriktin e vet. Kaq do të bëjmë edhe ne. Ne do të heqim dorë nga deputetët gjithalog që dalin nëpër media dhe flasin që nga politika e jashtme deri te sa dolën ndeshjet mbrëm në darkë. Ne kjo është patetike. Ne të mundohemi të krijojmë një sistem të ri, të nxjerrim njerëz të rinj, të kërkojmë ndryshime që mos të votohet më me parti, të sfumojmë partit. Sepse pikërisht ndryshimet e 2008-s që bëri Edi Rama dhe Sali Berisha ishin këto që sollën këto lloj panorame. Ne duhet të sjellim kushtetueshmërinë në vendin tonë. Ne duhet të sjellim ligjshmërinë në vendin tonë. Ne duhet të krijojmë ndarjen e sistemit, ndarjen e pushteteve. Bollmë në këtë lloj forme. Kjo lloj forme ka treguar që sjell një model korruptiv, një model autokratik, një model i cili shkon për shtat vetëm të fortit edhe i cili është lehtësisht i manipulueshëm nëpërmjet korrupsionit dhe blerjes me anë të parave. Kështu që ajo çfarë duhet të bëjmë ne është të kërkojmë ndryshime reale. Pra, propozime reale. Kjo është thirrja ime që do të bëhet dhe nëpërmjet medias, po edhe nëpërmjet mikrofonit të kryeministria. Nëse flasim për qytetar, jemi qytetar, okej, jemi qytetar. Për këtë do të mësojmë. T'i vëjmë parlamentarët përpara përgjegjësisë. Ndryshime në kodin zgjedhor, që të bëhet gara e drejtë për të gjithë, dhe kryesorja, për mendimin tim, të insistojmë te çështja e referendumit dhe tek heqja e imunitetit parlamentar. Presion të gjithë parlamentarëve. Në shtator, kur fillon sezoni i ri, akoma më shumë dhe më shumë. Kjo është mënyra e vetme se si të fitohet në mënyrë demokratike. Dhe pikërisht ky është një shans i artë që kanë qytetarët shqiptar për të bërë një ndryshim madhor dhe për të dhënë botës imazhin se si funksionon realisht një sistem demokratik dhe një revolucion demokratik. E qartë. Rej, duke parë të gjitha zhvillimet e fundit tashmë dhe situatën që është krijuar qoftë në kuvend, por qoftë edhe jashtë kuvendit, mendoni se po funksionon tashmë kuvendi si një debat politik apo është kthyer tashmë pra në një arenë përplasjes sigurisht mes shumicës dhe opozitës? Nderuar dhe të nderuar që na shikoni, Parlamenti shqiptar ka vite që është larguar nga normaliteti. Në Parlamenti shqiptar ka vite i cili nuk merret me politik, po merret me akuza personale, individuale edhe përzënje protagonizmi. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon politik. Ka vite që Parlamenti shqiptar nuk organizon reforma. Ka vite që Parlamenti shqiptar është bërë i parashikueshëm. Pra, hidhet një shashk, merren të gjithë me atë shashkën. Shqyr që erdhi protesta për të treguar diçka ndryshe. Se ju e mbani mend vjet parlamentin? Ose deri përpara protestës, me bllokime foltore, me flakadan nga ana opozitës, edhe me pezullime të